Qendra Islamike do të kremtojë në datën 18-130 vjetorin e xhamisë së parë shqiptare dhe 80 vjetorin e shoqatës islamike në Michigan. Dr. Craig Cositin, autori i librit Muslimanët në Amerikë, duke shqyrtuar faktet, shkruan se shqiptarët ndoshta kanë hapur xhaminë e parë funksionale në Shtetet e Bashkuara në vitin 1915 në Biddeford, Maine. Kjo xhami e vendosur në katin e dytë të Pepperell Counting House përdori si hapësirë lutje dhe varresa e komunitetit kishte koka varre që ishin nga Meka. Ky komunitet shqiptar shënon një nga fillimet e hershme të jetës islame në Amerikë. Një degë e këtij komuniteti u formua më vonë në Detroit. Në vitin 1945, shqiptarët muslimanë të Detroitit themeluan shoqërinë muslimane shqiptaro-amerikane e regjistruar zyrtarisht në shtetin e Michiganit. Kryetari i parë u zgjodh Ali Orhani, ndërsa më 14 prill 1949 shoqëria mori nderin të ketë Imam Febi Ismailin nga Egjipti si imam. Fillimisht shoqëria nuk kishte lokal, kështu që u përdor një sallë në Institutin International për mësim të fesë dhe gjuhës shqipe. Në qershor të vitit 49 u mbajt kongresi i parë i shoqërisë ku morën pjesë shqiptarë musliman nga Shtetet e Bashkuara dhe Kanada. Kjo ngjarje nisi një fushat për blerjen e një ndërtese për xhami dhe qendër kulturore. Shqiptarët musliman dhe ortodoks kontribuan me $1 nga Detroiti, 35.000 total nga gjithë diaspora shqiptare, duke blerë një kishë armene në rrugën Hamilton, e cila u shndruar në xhami. Në këtë xhami zhvilloheshin lutjet e javës, festimet fetare si Bajrami dhe Mevludi, si dhe mësimi i fesë dhe gjuhës shqipe. Aktivitetet vazhduan deri vitin 61, kur u ble një truall më i madh për ndërtimin e qendrës islame shqiptare që është sot, e cila është dhe ka kaluar disa restaurime. Me ndihmën e kontraktorit Frank Reimer, i cili nuk kërkoi shpërbim, u ndërtua xhamia e re, e cila u hap me 25 shkurt 1963, salla u zgjerua më vonë në vitin 72-73 dhe më vonë rreth viteve 2016-17 në më shumë besimtar me salla të mëdha dhe me minare. Qendra Islame Shqiptare në Detroit ka luajtur një rol të madh në edukimin fetar dhe kulturor të shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada dhe në rol patriotik ndaj vendindjes, sidomos përmbysjes së komunizmit gjatë luftës në Kosovë, përmes veprimtarive të saj fetare, humanitare, kulturore. Kjo shoqëri ka qenë gjithmonë qendër e përkushtimit dhe në drejtimin e Imam Shuaib Kërgurit ka ecur më tej. Për rolin e saj udhëheqës dhe kontributin për çështjen e Kosovës, qendra u ndërua me rastin e vizitës presidentit Clinton këtu, i cili solli nga përfaqësuesi Duro Shashka, e solli atë në këtë qendër dhe e prezantoi presidentin e Shtetit të Bashkuara gjatë periudhës së luftës në Kosovë.